Elsida Sina, një zë shkodran që edhe pse jeton në Tiranë, çdo fundjavë rikthehet në qytetin e saj për të kënduar për publikun që e do. Prej vitesh, ajo ecën paralelisht në dy drejtime që duken të kundërta, botën akademike dhe atë artistike. Të dyja i bashkojnë e njëjta gjë, marrëdhënia me njerëzit. Të dyja janë shkenca humane dhe si muzika, si psikologjia, pikërisht kanë atë që të përtojnë tek emocionet e publikut, po patjetër edhe tek emocionet e mia. Edhe pse jeton në Tiranë, çdo fundjavë rikthehet në Shkodër për të kënduar live përballë publikut që e njeh dhe e vlerëson. Shkodra ka një diçka që të tërheq gjithmonë, të kthehesh dhe realisht çdo fundjavë që unë vim duket sikur shikoj një diçka të re, sikur realisht rilin. Unë këtu jam rrit, këtu kam kriju gjithë figurën time artistike, kështu që e du patjetër këtë kontaktin me Shkodrën, edhe pse është një sakrificë shumë e madhe për mua, por e bëj pikërisht sepse dua të qëndroj me publikun tim, i cili praktikisht mund ka rrit. Përveç performancave të përjavshme, ajo është pjesë e aktiviteteve artistike dhe festivaleve që mban në qytetin e saj. Këtë vit Elsida merr pjesë në festivalin Lulebor, një përvojë që e konsideron të veçantë. Pjesëmarrja sidomos këtë vit për mua ishte shumë emocionuese, se po rikthehem pas 3 viteve. Lulebor është një event shumë i bukur, lë një gjurmë në rrugtimin artistik, aq më tepër që është 10 vjetori, plus që këtë vit do të jem shumë e sinqert, këngët ishin shumë të bukura. Gjithashtu dhe organizimi ishte goxha e mirë, kështu që më vjen mirë që unë jam edhe këtë vit pjesë dhe shpresoj që na shkoj po kaq bukur sa unë jam duke e përjetuar. Mes Tiranës ku mëson dhe Shkodrës ku këndon, ajo gjen harmoninë e bukur midis shpirtit artistik dhe forcës së një gruaje që i jep jetë çdo note e fjale.